në kuadrën të këtyre zgjedhjeve lokale? Me thonë të drejtën, prognozat e mia vetëm tek Mitrovica jam, do me thonë, nuk ja kam qëllu. Po. Te Mitrovica e ke shënu nish ka dalë dysh. Si exit pollet. Po. Jo, mbase nuk e kam besu që qytetari i Mitrovicës do rikthej prap në atë mentalitetin e dikurshëm të Agim Bahtirit, edhe pse nëse folum pozicionin e analizës, po duket që Mitrovicën gjithmonë Partia Demokratike e Kosovës sikur po donë qëllimisht me lanë me një anë, mes mi kushtu shumë rëndësi, dhe për mu ka qenë shumë befasi e pa kuptueshme tërheqja e kryetarit Bedri Hamza, që në aspektin taktik dhe strategjik ka qenë një gabim fatal, sepse ai mund ta fitonte përsëri Mitrovicën dhe pastaj t'jepte dorëheqje mbas fitores. Dhe Partia Demokratike e ka kalu këtë rundin e balotazhit, mendoj unë, me një sukses jashtëzakonisht të madh, në qoftë se e keni parasysh përçarjet e mëdha që kanë ndodhur në zgjedhjet e para, e sidomos largimi i befasishëm i Ramiz Ladrovci,